Përshëndetje, unë jam doktoresh Diana nga klinika Endodental. Këto janë 3 konsekuencat të cilat mund të vinë si pasojë një goje jo të shëndetshme. Sëmundjet kardiake. Të gjitha bakteret e kavitetit oral mund të infiltrohen në sistemin e përgjithshëm të qarkullimit të gjakut, duke na sjellë probleme të rënda për zemrën, gjithashtu duke rritur edhe rrezikun për infarkt. Diabet jashtë kontrollit. Inflamacionet kronike të kavitetit oral përkeqësojnë vlerat dhe rezistencën ndaj insulinës, duke ndikuar në normën e diabetit. Dhe pasoja e tretë, jo më pak e rëndësishme, komplikacionet të traktit respirator. Bakteret e kavitetit oral mund të përfiten nga mushkrit, duke rritur predispozitën për pulmonit dhe infeksionet e tjera të rënda të mushkrive. Të gjitha këto janë këmbana të rëndësishme alarmi, të cilat nuk duhen anashkaluar dhe të injoruarit e të cilave mund të na sjellin një kosto shumë herë më të lartë. Prandaj ju mirpresim në ambientet e klinikës Endodental për një vizitë dhe konsult falas me stafin ton. Ju mirpresim.